Dhe me thënë, gjithë produktet bujqësore dhe blegtorale, kur shkëputen nga pema, nga jeta, ato vazhdojnë frymarrjen biologjike. Frymëria biologjike do të thotë oksigeni i ajrit, godet mi karbohidratit, mi proteina, duke i zbërthyer gaz karbonik, ujë dhe cilësi. Dhe nëse, për shembull, kemi magazinë me misër, nëse kjo është e mbuluar dhe frymarrja vazhdon, atëherë zbërthehen proteinat, këto tjera të gjitha komplet, derisa arrin me rritjen e lagështisë dhe frymarrjes fillojnë mykotoksinat, myket. Pra, u myk misri, themi ne. Tash do thotë nga frymarrja, do të thënë ne si kemi treguar kujdes në ruajtje. Do thotë çdo thot kujdes në ruajtje. Që të futen në magazinë, misri, gruri, gjitha duhet të kenë lagështi 14%. Sepse fillon kjo frymarrja e tepërt, që i godit edhe i zbërthen më keq. Dhe i kthehen në myket. Myket japin mykotoksinat, edhe këtu ndahen dy. Myket që japin mykotoksinat dhe myket nga bakteriet. Do të thënë aflatoksina nga bakteriet. Aflatoksina nga myket dhe nga bakteriet. Këto janë dy që ndahen nga njëra tjetra. Nga bakteriet do thotë lopas s'është pastruar mirë gjiri, ambienti nuk është i pastër dhe po ta shikosh dhe me nxehtësi bakteriet një pjesë digjen, ikin, por myku prap një pjesë ngelet aflatoksinë. Por jo si është rasti kur kemi aflatoksin më një, pra që vinë nga myku që e ka kthyer atë në një proces ose në një ushqim që bën shumë vete në organizëm, në mëlçi këto dhe i dëmton shumë. Ose korri barin dhe nëse lëm dëng me lagështi tani për shumë që ka qenë koha me lagështi, tani është koha më e keqe për këtë punë. Atëherë çfarë duhet bërë? Duhet thar bari para se të japësh lopës. Ose të bëj konsum të shpejt. Po e la 3-4 ditë, ajo nxehet